Jam dakord. Ishte negociuar dhe Wilson Boshmi, por nuk e bëri, e vranë. Nëse këtu ka diskutime, pastaj pas do hym në emra konkret, por ka një gjë që për mos diskutu më gjatë për komunim për të themi aktualitetit. Gjatë regjimit komunist pa diskutim, unë e kam quajtur në librin tim, Shqipëria ishte një ferr para parajsës lindore. Domethënë komunizmi ishte edhe lindja, por ne ishim ferr, pra kishim komunizmin më brutal, më të egër. Dhe nuk mund të përballohet, dhe nuk i marr për të madhe dhe ato që janë bërë spion. Por ne nuk kemi bërë pas vitit 90 një katarsis dhe nuk kemi bërë një transparencë për historinë tonë, që për shembull unë kam qenë Ilir Demalia, po më rekultoj sigurime, po më rekultoja Adriatik Llapa si prokuror me dhunë, me këte. Pra ne akoma na drejtojnë ish komunistët dhe ish njerëzit e sigurimit shtetit në të dyja partitë politike. Ke në partinë që është në pushtet sot ti ke akoma një hetues dhe një prokuror që ka qenë që sot bën ligjet në parlament. Nuk ka pas kur dy parti në Shqipëri dhe demokraci. Absolutisht. Shqipëria prej rënies komunizmit e deri tani ka një sistem hibrid. Të dy partitë të ndara që burojnë nga njëta rrënjë dhe që ka manipuluar publikisht në mënyrë të vazhdueshme ata që kanë qenë njerëz të vuajtur të atij sistemi dhe që vazhdon sot e kësaj dite kjo klasë politike sillet me vendin në një mënyrë makabre si ata që ishin dje. Dikur ka qenë këtu nuk ta pranoj këtë si dje se dje vriste, dje të shkatërronte jetën me familje, me fis. Edhe sot. Tash mos ta egzagerojmë sepse bëmi të pabesueshëm. Le, e marrëm përsipër. Dakor. Po ta shpjegoj. Dikur ishte diktatura e dhunës, e frikës, e vrasjes. Sot është diktatura e shpërfilljes dhe e frikës, e cila sërish të vret. Si të vret? Se të vret ëndrat më zotri. Po je një njeri që s'ke ëndra, që nuk e shpres, je një njeri që jeton kot. Dale. Të vret se të merr jetën e fëmijës, se në momentin që ai të shpërfill dhe nuk të dëgjon në ankesën tënde, që nuk ka kushte jetese në këtë vend, ndodh që aty në Durrës plagoset një fëmijë pak ditë më parë, i ikin dritat në sallën e operimit dhe vdes fëmia sepse merret dhe transportohet drejt Tiranës. Të merr jetën më zotri kjo diktaturë e shpërfilljes, lutem. Se ai fermeri aty në fush, duke qenë se këta lejojnë të importohen plera kimik jashtë çdo standardi, pa dashje përdor plera të cilat nuk plotësojnë kriteret, të elmon ty dhe numri i kancereve në këtë vend. Më lër ta mbaroj. Numri të sëmurëve me kancer në këtë vend. Nga 700 në vit mesatarisht që kanë qenë fillim në viteve 90, sot ka përcyer mbi 7000 në vit, ndërkohë që numri i popullsisë ka rënë.